Hasan Selita, 55 vjeç, u shpërngul nga burreli në vitin 1996 me shpresën për një jetë më të mirë në Tiranë, por kryeqyteti nuk e priti ashtu siç ai kishte ëndërruar. Po më shtyr ai vllai im, ai tjetri. Ai punonte këtu, ishte mirë firmë këtu në Tiranë, jetë më mirë, ka kurse më të mirë e kështu na tha, po. E mirë këtu pa punë s'ka asit mirë. Pa punë. I martuar dhe baba i 2 fëmijëve, njëri 22 dhe tjetri 14 vjeç, Hasani për vite me radhë ka punuar në ndërtim e sot mbledh materiale ricikluese për të siguruar ca të ardhura. Punu në firmë kam punu këtu dhe privat, shumë për shtëpia kam punu në fillim. Ndërtim. Po, ndërtim. E pastaj nuk kishte më punë ndërtimi. U shkutar nga puna dhe fillova të mblesh këtu pas dhe qejt, mblesh ashtu plastike, mblesh. Po kjo punë vetëm më shtyr veten. Vetëm për vete. Pavarësisht përpjekjeve, thotë se jetesa në Tiranë për të është e shtrenjtë dhe sfidat janë të përditshme. Hasani tregon se nuk përfiton asnjë ndihmë ekonomike nga shteti, ndërsa thotë se po kërkon një punë dhe se mbështetja për të është e domosdoshme, jo si lëmosh, por si një e drejtë themelore për dinjitet.